Ju thatë se mosha mesatare menopauzës është 45 deri në 50 vjeç. Megjithatë përmendet edhe menopauzën e hershme. Kur thoni e hershme, në cilat kufi të moshës mund të shkojë dhe cilat mund të kenë qenë edhe pacientët tuaja me moshën më të ulët të menopauzës? Për kufizimin si menopauzë e parakohshme, ne i referohemi moshës nën 45 vjeç. Kështu që çdo moshë nën 45 vjeç, nëse ne kemi një stopim të ciklit menstrual prej një viti, sepse ky është edhe për kufizimi i menopauzës, mosardhja e ciklit menstrual për 12 muaj rresht, konsiderohet menopauzë, në këtë rast menopauzë e parakohshme. Në rastet e mia klinike kam pasur raste edhe të vajzave në moshën të 30-at që kanë kaluar në një menopauzë prekokse që themi ne, ose menopauzë të parakohshme. Që kuptohet është një e papritur për atë paciente, sepse është dhe një moshë, një pjesë e mirë e vajzave sot mendojnë që të bëjnë dhe planifikimet familjare ndonjëherë. Por gjithmonë kjo është e lidhur pak edhe me një faktor gjenetik. Kështu që ne themi gjithmonë pacientëve që ne ngjajmë biologjikisht me prindrin tonë, me mamat tona, me tezet, me hallat, me gjyshet. Kështu që nëse ne kemi një historik në familjen tonë të një menopauze prekokse të parakohshme në historikun familjar, patjetër ne jemi më të prirur për ta bërë dhe ne këtë menopauzë të parakohshme. Kështu që duhet jemi më të kujdesshëm te planifikimi familjar që të mos e lëmë për shumë gjatë duke shtyr, por të marrim masa më përpara që të mos na gjejë të papërgatitur.